Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Së tani, do të bëjmë një pyetje me lavjersin e përgjigjeve. Po, jo, ndoshta. Po të mendon në këtë moment, fokusoheni shikimin dhe vëmendjen te kjo video. Mendoni personin tuaj të zemrës dhe bëjmë pyetjen. Po të mendon në këtë moment personi i zemrës tuaj, pra, pyesim lavjersin, po të mendon në këtë moment personi i zemrës tuaj, në këtë moment, po të mendon personi i zemrës tuaj, po. Në këtë moment, personi i zemrës tuaj po të mendon. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërmë të alfabetit, me gërmën E, S, R, J, gërmën Q, Z, Sh, A, T, D, M, Z, E, L. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Digjëreshën, me Peshqit, me Shigjetarin, me Akretin, me Brisqapin, me Denin, me Dashin dhe me Peshoren. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një zemër të vogël dhe një thank you poshtë videos për të më suportuar që bëj video sa më të bukura.